Mi më dhe mi serdhet në epizodin e radhës të We Economy, në epizodin e dytë të sezonit të tretë, dhe kishim në plan të vazhdojmë të flasim për krizat globale dhe për luftën në gjirin persik, por në ndodhi diçka të cilën ne nuk mundeshim ta kalojmë pa e komentuar. Ajo që ndodhi të hënën me 6 prill të këtij vitit, na bëri që edhe ne të fillojmë të reflektojmë dhe këtë pjesë analitike të fillojmë ta analizojmë nga ky aspekt. Sot do të flasim për diversitetin edhe ekonomik, edhe etnik, do të flasim edhe për atë diversitetin politik në vendin tonë. Thënë, sa është rëndësia e këtij diversitetit ekonomik nga pjesa ekonomike, sa ne mund të japim një impakt pozitiv në rritjen ekonomike të vendit nëse diversiteti kuptohet ashtu si duhet të kuptohet. Ishte një protest e studentëve të fakulteteve juridike, por që na dha të gjithë neve të fillojmë të reflektojmë. Nuk e di, unë këtu e kam me mu çdo herë, po thonë bashkë biseduesh profesori Visar, të unë Visar Ademi. Ne ishim bashkë në protestën dhe prej nga afër e perceptuam dhe ndjem këtë gjë dhe e kishim patjetër ta bisedojmë. Visar, si e pa ti këtë gjë, këtë protest, para se gjithash ne e përkrahëm dhe është jashtëzakonisht legjitime, por ama pse ne nuk mundemi në këtë diversitet multietnik të këtij vendi tonë, nuk mundemi asnjësi ta kuptojmë se këto janë vlerë dhe nuk është anti-vlerë. Faleminderit, Abil, mas pari unë mendoj se të gjitha reformat politike, sociale, ekonomike bën nga studentët. Dhe ato kanë gjithmonë drejt sepse kanë atë pjesën e entuziazmit që ai jep mosha, edhe ajo nevoja për protesta gjithmonë duhet të përshëndetet. Tani, kur ka konotacion politik, normalisht që ka edhe debat se a janë, a nuk janë të drejta. E di pse s'ka të ne, Abil, për një fakt të vetëm që diversiteti të ne konsiderohet si mallkim, si handicap, jo si përparësi. Në vend që të konsiderohet si benefit, sepse diversiteti gjysor, kulturor, fetar, etnik, e kështu me radhë, mund të sjellë impakt dhe zhvillim ekonomik, të ne konsiderohet mallkim se dikujt i merr diçka. Po pas e me folë se e di që i ke temat ekonomike, edhe ne jemi përgatitur për të dhënë një lloj shembulli ekonomik pse diversiteti është i mirë, unë dua të them janë 3-4 gjëra të cilat nuk dua të them për studiot televizive, por i them ke podcasti i parë. E para një është si ka mundësi që edhe 35 vite pas pavarësisë ne akoma flasim për çështje etnike, tani flasim për gjuhën, nesër mund të flasim edhe për flamurin, sepse në ligj është 1/3 e flamurit kombëtar të jetë më e vogël se sa i shtetëror. Në ndërkohë që nuk flasim për pse Pollogu për shembull vazhdon të jetë rajoni më i dobët me produktivitet me vende. Jo, këtu është edhe Pollogu edhe pjesa e Likovës, edhe pjesa e Likovës, po, kryesisht. Pse nuk flasim për një bank që do financoj me kapital shqiptar, që do financoj kompani private shqiptare. Pse nuk flasim për brain drain, për një koncept të cila sot po i shpras Maqedoninë Perëndimore, të gjithë Maqedoninë në fakt, po Maqedonia Perëndimore më që flasim për çështje etnike, pse nuk flasim për të tema të cilat janë më shumë dhimbshme se sa që mund të jetë gjuha. Kam përshtypjen Abil që dikush me qëllimin mban këto tema lart, që mos i hapim këto tema të tjera të cilat do sillin mirëqenie ekonomike për shqiptarët dhe për këto vise që janë tradicionalisht të humbura dhe të varfëra, edhe mundohemi që nërmjet këtyre të humbet ose të vritet perspektive e këtyre rajoneve që ato të shohin perspektive drejt imigrimit dhe jo drejt kësaj jetese Maqedoni. Kjo e pa imagjinueshme është për mua që edhe 35 vjet pas pavarësisë flasim akoma për gjuhë, për flamur, ndërkohë që thash edhe një herë mirëqenia e qytetarëve, produktiviteti, imigrimi, tharja e trurit, banka shqiptare me kapital shqiptar për financimin e kompanive, brendet komerciale shqiptare, tregtia kështu me radhë duhet të jenë para së gjithash dhe më e rëndësishmja temë e këtij shteti, të cilat do të vinë nga politika, për pas vitesh me një koncept socioekonomike e cila do duhet të i bëj shqiptarët barabart njëre për gjithmonë në këtë shtet. Kjo e para. E dyta, akoma nuk e kuptoj partitë shqiptare në pushtet, cila do qoftë ajo që gjithmonë benchmark ose metodë krahasuese e kanë partinë paraprake. Domethënë, vetë fakti që ato nuk janë pushtet më, shqiptarët kanë vendosur të japin juve besimin edhe ju duhet të sillni se të avanconi këto lloj çështjesh,
akoma më lartë dhe akoma më bukur sepse ju e keni mandatin për t'i dhënë. Ulja ose karemi që të flasim për gjuhën për këto bëhet nga qaqe më mëdhaja edhe për fatin e keq që gjithë Partia Shqiptare e kapin këtë karem, e hanë këtë karem. Vetë fakti që edhe ne kemi qenë protesta si intelektuale, edhe intelektualet i kanë nga këtë karemin e këtyre temave, nesër do kemi tema edhe njëta etnike dhe të gjithë ne do entuziazmohemi, do kemi një lloj emocioni më të madh, edhe do merremi me këto tema në për studiot televizive, në për të gjitha tribunat shkencore politike, për të treguar që gjuha shqipe apo nuk është zyrtare, ndërkohë që temat ekonomike lihen pasdore. A çdo ditë kemi autobusa dhe aeroplan të mbushur me të rinj të cilat nuk e shohin perspektivën e Maqedonisë. E treta, se e di që do të duhet të them këto gjëra se nuk duhet të në për studio televiziv. E treta, se kuptoj akoma pse pala maqedone e shef si nacionalizëm kërkesën e një të drejtë elementare, normale të bashkëqytetarëve të saj. Nacionalizëm është kur ti thu, ku del protesta e thu që maqedonasit duhet ta japin testin apo provimin e jurisprudencës edhe në Shqip. Ne kërkojmë një gjë e cila nuk duhet ta takon, nuk duhet mohohet, aq më tepër taksativisht është e përmendur në kushtetutë dhe në ligj, pse duhet konsiderohet një drejta ime, domethënë si kërcënim, si diçka e cila duhet ekskluzivisht vendoset në Maqedonasit. Këtë asnjë s'e ka kuptuar, sepse thash edhe një herë, ne gjithmonë kërkojmë nga dikush i cili është pronar i këtij vendi, i kësaj kompanie, në ndërkohë që ne jemi lypsarë dhe tankos kërkojmë diçka dhe ato e shohin si kërcënuese apo të themi afatgjat e shohin si çrregullim të këtij koncepti, kur ne thomin që dëgjoni, nëpërmjet kësaj duam të tregojmë që jemi të barabartë. E katërta, Abil, fëmiu im edhe fëmiu jot, ne nuk i përgatisim të jenë të suksesshëm në Maqedoni. Ne i përgatisim të jenë të suksesshëm në Singapur, në Japoni, në Angli, edhe budallallëki më i madh, idiotësia më e madhe është që ne sot po flasim për një send e cila do duhet të ishte konsumume, e ezaurume si temë. Edhe për fundoj pastaj. Domethënë, sot me këtë botë globale, me këtë treg të punës divers edhe global, ku karrierat sot janë për te kufive, kur të rinjt sot nuk kanë limite, domethënë politike apo edhe kufi mendor të utilizimit të themi të talenteve të tyre, ne akoma flasim për vende pune në institucione shtetërore, edhe ligji mundson të mundson. Ndërkohë që gjuha e përbashkët e të dy etnive është anglishtja sot, edhe fëmijët tonë. Ne sot i përgatisim fëmijët tanë nëpërmjet trajnerëve dhe edukimit formal që ato të jenë nesër suksesshëm në Angli, në Amerikë, kështu me radhë. Shëndsi ka a do jepet edhe për fundet e societ. Edhe e fundit fare, unë mendoj, a besoj të pajtosh edhe ti, që ka ardhur koha, nëse marrëveshja e Ohrit e mbylli konfliktin shumë vjeçar shqiptaro-maqedon para së gjithësh, unë mendoj se kjo e solli përfundimin e luftës, nëse tani ka ardhur koha që klasa politike shqiptare të promovohet një marrëveshje e re që quhet marrëveshja për zhvillim. Dhe mes shqiptarëve si etnia e dytë dhe maqedonëve si etnia e parë, që të shohin se cilat janë konsensuset dhe kompromiset e një Maqedonie që do të zhvillohet. Pa këtë lloj marrëveshje, akoma do xhirojmë në vend për zhvillimet politike. Tash do ta kthejmë kështu temën. Te pjesën e fundit do ta marr si e mirëqen, domethënë në atë aspektin të cilën dua edhe të ndërhyj këtu. Domethënë unë jam i gjeneratës të cilën provimet pranuesi kam dhënë gjithë në gjurmë Maqedona. Më thënë, unë kam aplikuar në për fakultete dhe mu ka qenë me të vërtetë shumë rëndë që unë t'jem pjesë e fakultetit, se mos fakultetit ekonomikë, se kam pasur me të vërtetë vështirë në aspektin profesional të jap provime dhe mandeta ta vazhdoj fakultetin. Unë kam dhënë gjimatin në anglisht, unë nuk e kam dhënë provimin desha të them këtë, desha të ndërlidhem në diçka tjetër, ta lidhem me diversitetin ekonomik. Dhe atëherë në atë të menduarit tonë në kohën atëhershme ka qenë se ne do duhet patjetër të tregojmë të suksesshëm, kjo dallon prej pjesës tonë visar, të tregojmë të suksesshëm te pala maqedonase. Dhe këtë kam treguar shokëve dhe miqve të mi edhe në studiot maqedonase se kjo atëherë ka qenë dhe ju, ne kemi qenë në faljon në mënyrë kemi dashur të tregojmë se jemi të suksesshëm te ju. Mirë po, situata ka ndruar tepër edhe shumë. Pse e tham këtë? Në aspektin e diversitetit ekonomik, ne kemi dy shtete, edhe Shqipërinë edhe Kosovën, ku pjesa e inovacioneve, startupeve, rritja ekonomike, zhvillimi ekonomik, fundit,
populariteti i njerëzve të cilët për momentin gjenden në Kosovë dhe në Shqipëri. Duke nisë edhe nga aspekti pop divave, si atë dhe ceke dhe të status jem, si Dua Lipa, Rita Ora e tjere, të futbolistët të cilët paraqiten atje, të Mira Murati, e cilë është jashtëzakonisht e rëndësishme të thuhet, dhe shumë menaxher, CEO në kompani të cilët tash janë brand në botën globale, dhe gjenerata e re e studentëve të etnikut shqiptar në Maqedoni i kanë model ata, dhe ato tash drejtohen dhe zhvillohen këta. Unë ku më tha, ne kemi filluar për fat të keq të jetojmë në një botë paralele ku zhvillohen shqiptarët me drejtim, studentët shqiptarë dhe të rinj shqiptar drejtohen nga pjesa e Kosovës dhe Shqipërisë, gjithashtu vendeve evropiane, nga ana tjetër nuk e di pala tjetër ku zhvillohet. Dhe ju sado që të bëni bariera, do ta dini se do vijë një kohë kur nuk do ta keni Visarin edhe Abilin dhe të tjerët si gjenerata jon ku do të bisedojnë me ju sepse këtyre do të duket e qesharake gjithë kjo. Atë që e përmendë edhe ti. Domethënë, kjo rritje ekonomike, ky zhvillim ekonomik do t'i shtyjë gjeneratën e ardhshme të mendojnë ndryshe. Për atë platforma të cilën na e ka dhënë Marrëveshja e Ohrit, ka qenë që kjo etni të zhvillohet, të vjen barabart me etnin tjetër dhe pastaj të kemi një zhvillim të barabartë si shtet. Dhe kjo të neve nuk ndodh. Domethënë, për këtë ne flasim këtë si zhvillim ekonomik. Para mendoni, domethënë me këtë kapacitet të njerëzve të cilët i kemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që na largohen dita ditës. Ne kemi bërë analizë bashkë, kemi bërë këtë analizë. Nuk mundet Maqedonia të zhvillohet më shumë se 4% GDP në rritje të ketë në vit. Nuk ka shansa, nuk ka gjasa pa investuar në potencialin njerëzor, pa i përfshi këto të ri në inovacion, në kreativitet, në zhvillim ekonomik, ato që e bëjnë edhe vendet tjera. Domethënë, edhe një plus tjetër, edhe një gjë tjetër. Për fat të keq, unë them edhe partive politike shqiptare, qoftë opozitë edhe pozitë. Model model për politikantin, më nuk është politikanti i Maqedonisë. Për të rritur, domethënë se kemi punë me ta, është ose ai i Shqipërisë Edi Rama ose ai i Kosovës i Kosovës Albin Kurti edhe në kompani absolutisht po ato kanë model ditë. Për atë jam t'ju thënë, është mirë atë që e bën thirrje, domethënë në këtë diversitet ekonomik është mirë të folet qartë dhe për të gjithë shtetin, nëse duam të kemi zhvillim ekonomik, është e patjetërsueshëm t'i flasim këto tema dhe mos jenë tabu. Qartë, dhe me thonë, mas pa një ti i hape edhe unë i hapa temat të cilat janë tradicionalisht edhe normalisht kanë bëjmë ekonominë. Akoma s'kemi dalë të ato temat të cilat i shqetësojnë të dyja palët, për shumë robotizimi, automatizimi, inteligencë artificiale, dhe me thonë, këto nuk janë rizik vetëm për një grup etnik, për të dyja. E treta, dhe me thonë, ne akoma s'klasim që në disa sektorë, shumë ndërtimtari dhe bujqësi, ne importojmë njerëz nga India dhe nga Turqia, ndërkohë që ne sot japim një grup etnik, akoma flasim a do duhet të ketë të integrojmë shoqëri ose nuk duhet të integrojmë shoqëri. Ne sot rrezikomi nga kjo brain drain, domethënë nga tharja e trurit, edhe sjellim fuqi punëtore nga jashtë, nga Turqia, nga Bangladeshin dhe nga India e bëjnë korridorin 8, në ndërkohë që nga këto problemet politike neve na ikin të rinj të cilat nuk shohin perspektivë. Edhe kjo pjesa tjetër, apo duhet të kemi meritokraci. Nëse do të kishte meritokracinë në punësimet, në institucione shtetërore do duhet të jemi korrekt në dhënien e provimeve ose në gjëra që njerëzit i bëjmë të jenë të aftë për të dhënë impakt në ekonomi. Nëse kjo nuk kuptohet meritokracia. Meritokracia nuk kuptohet tash unë të vendoj një 10 bariera, edhe mandej ti duhet t'i kalosh të 10 barierat, kurse ai tjetri ka vetëm 2 bariera që duhet t'i kaloj. Nëse, diversiteti e thahet për këto që na ndëgjojnë, diversiteti është mënyra e ndryshme e bërjes punës e një personi i cili është i ndryshëm nga unë, domethënë diversitet etnike, shqiptar, maqedon, turq, vëlle, Maqedoni. E dyta ke diversitet kulturor. Ne përveç se kemi atë pjesën etnike, kemi edhe pjesën e kulturave. Sot menda shqiptarëve Likova ka një koncept kulturor tjetër, me pollogut kemi tjetër, Dibra e ka tjetër. Menda një etnie ne posaçërisht ndahemi nga ky diversitet kulturor. Kemi diversitet gjuhësor, për të cilën e nisim këtë lloj kësaj. Kemi diversitet etnik, kemi diversitet religjios, e kështu me radhë. Domethënë, vend kjo të jetë pasuria më e madhe e këtij shteti dhe të përdoret si lëndë e para ose si resurs për zhvillim ekonomik, ne e përdorim si mallkim edhe për ndëshkim të një grupi etnik veçantë, sepse nuk mendon, nuk vepron në mënyrë institucionale si ne. Tash abil të futemi pak pse diversiteti është i mirë për ekonominë. Mas pa e njeh Maqedoninë,
nuk ka vend në Ballkan i cili është më i mirë gjeografikisht edhe logjistikisht se Maqedonia, është në qendrën e Ballkanit. Leso që në Ballkanit, kur këtë bota e shef këtë si mallkim, sepse e kemë veri Serbinë, Shqipërinë, e kemë perëndim këto, unë e shoh si mundësi. Domethënë, këtë që thonë që po jemi trotulluar me shtetet të cilat duan politikisht na fitojnë, unë mendoj sepse kjo është madhështia dhe përparësia më e madhe. Pse është më e madhe? Sepse ti ke vende, Maqedoninë perëndimore jetojnë shqiptarët, edhe tradicionalisht shqiptarët mund të krijojnë lidhje tregtare, ekonomike me vendet anë, Shqipëri dhe Kosovë. Bullgarët në Maqedoninë lindore, grekët në Maqedoninë jugore edhe serbët në Maqedoninë veriore. Vend që maqedonasit të thonë, ok, krijoni një Mira Murati 3, apo krijoni lidhje me kompani të mira nga Kosova për të bërë tregti, për ne të mundohemi që ti eksportojmë në Kosovë apo edhe të bëjmë partitete ekonomike, ato ose për fatin e keq një grup i caktuar politikisht e shohin si rrezik këtë pjesë. Domethënë, shive në çdo shtet, nëse e merr i cili ka diversitet, për shembull Kanadaja, Amerika, kështu me radhë, këto i kanë grupet etnike shumë larg nga vendi ku jetojnë ato. Për shembull ti ke kanadez, e cilat janë anglez dhe janë francez. Francezët janë shumë larg në Europë. Ato nuk mund ta utilizojnë, nuk mund ta përfshin grupin etnik të shtetit vet, Belgjikën apo edhe Kanadan, sepse ato nuk janë afër këtyre shteteve. Amerika ka po ashtu shumë grupe etnike të ndryshme nga evropianët të cilat kanë ardhur shekullin e kaluar deri tek meksikanë që vijnë tani rishtazi në fund. Edhe ato nuk mund të thonë, ok, hajde tani të bëjmë një tregti me Danimarkën sepse ju i keni këto lidhje. Ne jemi ndër 30 shtete, edhe Zvicra për shembull që tani ka imigrantë ndaj shqiptarë, kështu me radhë, është shumë më larg të ketë burim vetë zhvillimi. Po, diversitetin e përkrahas. Do flasim për diversitetin, po them, Maqedonia e ka këtë lloj përparësie që rrethohet me shtete të cilat afër këtyre kufive i ka edhe grupet etnike të veta. Ato në vend të krijojnë zona të lira të tregtisë në këto zona, edhe të mundohen të subvencionojnë lidhjet me këto kompani me qëllim që të krijohen një lloj, si përmarrësi CEO i arshëm i një kompanie të suksesshme, të krijohen brende, inovacione përmes startupe të ndryshme, që Maqedonia të jetë habi kryesor i këtij zhvillimi etnik e zhvillimi ekonomik i bazuar mbi premisa etnike. Ne akoma këtë shohim si handicap. Kjo është ai problemi të cilën ne e flasim, edhe për çdo herë kemi fal. Para mendoni nëse ti në kompaninë tënde vlerëson, po e bëj hipotetik, një kompani maqedonase e cila vlerëson disa shqiptari i fut vetëm për arsye se din gjuhën, vetëm për gjuhën e flas. Jo që të thamë edhe ato mund të jenë profesionistë jashtëzakonshëm e tjerë. Para mendoni kanë afër vetes një treg për 6 milion njerëzve, Kosovën edhe Shqipërinë, sepse kështu bëhet koneksioni. Dhe kjo duhet ose edhe universitetet, ose edhe gjëra tjera. Ne kemi një problem shumë të madh. Do të thonë, ne flasim edhe për ligjin për arsimin e lartë, që e kemi jashtëzakonisht shumë problematik. Pse e kemi problematik? Sepse shive në atë ligj janë të favorizuar një universitet, është e ekshumuar komplet një etni tjetër, këtu patjetër do duhet ta them, për arsye a ne nuk flasim për shembull për çështje reale se çfarë mund të ketë ai problem i një universiteti. Për shembull, ne nuk flasim atje se për zhvillimin e shkencëtarëve të ri do duhet një park teknologjik me ligj të veçantë, me mundësi që këto të ri, të shkencëtarë të ri e tjerë të mund të provohen të hyjnë në këto programe akseleruese, të mund të ndërtojnë programe të reja, inovacione të reja, gjë që e bën për shembull Bullgaria, gjë që e bën për shembull Serbia, gjë që e bën për shembull edhe Kosova dhe Shqipëria. Do të ne kjo është një farë ndarje, këtë do ta bëjmë kështu për arsye se ne duhet ta favorizojmë një universitet, ata që është publik, ende mendojmë me atë kokën se duhet të gjithë të tjerë ti largojmë, dhe nga ana tjetër komplet një etni të cilën ti mundesh edhe të rikësh student të vinë prej vendeve tjera për arsye se ti ke një farë diversiteti ekonomik, diversiteti etnik, diversiteti religios, dhe nga ana tjetër këtë ta bësh si aset. Dhe kjo është problemi i madh. E para e dyta në aspektin financiar, tregjet financiare të ne është skandaloze se ende nëpër bankat nuk favorizohet një gjuhë ose nuk favorizohet nëse dikush shkon dhe paraqitet si shqiptar për një transakcion thjesht. Abil. A mos flasun se ai duhet ta prezantojë një biznes plan, një investim, një projekt,
një tjetër. Ti sot s'ke asnjë bankë të madhe komerciale e cila ka drejtor shqiptar. Kuptimi, jo drejtor të filialeve të brancheve. Flasim për drejtor ekzekutiv i cili do e shikonte zhvillimin ekonomik të rajoneve me grupe etnik shqiptar, domethënë si mundësi që të financonte të levrohen para, edhe fundi edhe për shkak të interesit vet, të levrohen para për ndonjë startup apo ndonjë kompani e cila ka premisat të mbaja zhvillohet. E dyta, maqedonasit, unë tani jem maqedon në konceptin, e shoh që çdo kompani e cila është rritë mjaftueshëm edhe e ka tregun Maqedonisë, e ka të limituar, do duhet të marrë nga një shqiptar, nga një turk, nga një serb, nga një vllav, vetëm për shkak që lidhjeve që mund t'i bëj pastaj me një kompani të jashtme për të bërë partneritete për të eksportuar atje. Jo ta merr si frikë. Kam përshtypjen se maqedonasit janë të friksuar nga rivaliteti apo nga ekspansioni apo edhe potenciali i grupeve etnike, edhe këtë frikë pastaj e kthejnë edhe në depresion institucional i cili na bën neve që të merremi me këtë tema. Për ta vazhdu, pse diversiteti është, është komponent shumë e rëndësishme, për zhvillim. E para njerë është se çdo shtet që e merr me baza diverse, qoftë etnike, qoftë religjioze, qoftë gjuhësore, sa do që ta marrësh Singapurin, Kanadan, Amerikën, Gjermaninë, Zvicrën, kush kanë shtetet që Arabia Saudite, Indonezia, Malezia, Australia, të cilat jo të marrim Belgjika, po. Vetë Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian në përgjithësi si koncept. Vetëm e marrin diversitetin si plus të madh, jo si handicap. Vetëm të ne në Ballkan, domethënë koncepti i kësaj vertikale Greqi, Serbi, Maqedoni, e cila mendon që do bëhet hataja në qoftë se një grup etnik i ka përcjell këto fazat politike që të jenë barabartë. Ne akoma nuk kemi dalë nga modeli i krijimit të shtetit 1.0, domethënë ku duhet barazohemi në politik për të vazhduar të zhvillimi dhe modeli ekonomik 2.0 e cila bazohet në marrjen e këtyre diversiteteve për zhvillimin e vet ekonomik. Po do flasim tani për këto shtetet, cila është Gjithashtu do ta e përmendet parën Singapuri, mandej për pjesën evropiane. Para me situata Singapuri, unë do t'im përmend ato tigrat aziatik. Po. Singapuri, Indonezinë, Malezinë e tjerë. Kur nuk të harroj një libër të ish kryeministrit të Malezis, Mahathir, quheshte kur thote ne i përdorëm asetin kinez, tregtin kineze, e futëm në shtet kinezët, ato në ndihmuan dhe ne Indonezianët mandej i morëm administratën shtetore bashkë me ato e ndërtuan një ndër shtetet më të pasura në rajon. E njëjta vlen edhe për Singapurin. Absolutisht diversitet të jashtëzakonshëm etnik, kulturor e tjerë dhe sot Singapuri nuk është vetëm një shtet i cili është një qytet i jashtëzakonisht shumë i zhvilluar, por edhe në edukim është ndër vendet e para. Është një në PISA është top listën i parë. Mandej hajde ta marrim në aspektin komercial. Dubai është 80% i ndërtuar nga të huajt. Domethënë shumë pak njerëz jetojnë në Dubai që janë rezident dhe shumica e tyre janë tash mirë. Lufta pak e ka ndryshuar, por e ka bërë një boom ekonomik. Hajde ta flasim visar për Zvicrën. Si arriti Zvicra me 3 etnikume në fillim dhe tash me shumë etnikume të tjera. Jo, ishte Singapuri, një tregosh se domethënë në Singapur jetojnë diku kinez janë 74 apo 75%. Malezes janë diku të afërsat. Me kaste përmendat të pjesën e indonezianëve, malezianëve. Indian janë nande deri pa të tjerë që janë, domethënë shteti i cili nuk ka një grup etnik të fuqishëm. Janë divers, Koqallman tani janë grupi më i madh i tigrave aziatik 4 që janë këto. Singapuri është rasti ose shembulli më i mirë një zhvillimi ekonomik i cila bazohet mbi të diversitet. Inkluzivitet të gjithë etnive, edhe të gjithë etni, tash shpërndaj Singapuri, kinezët bashkëpunojnë me Kinën që ka një boom ekonomik jashtëzakonisht madh, në anën tjetër indonezianët, malezianët, indianët në ato të gjithë ndihmojnë që ky qytet të forcohet jashtëzakonisht shumë. Po hajde këtë lam, Unioni Evropian. Paramendoni çfarë diversiteti ekonomik ka Unioni Evropian. Unioni Evropian dhe Amerika janë shembuj më të kompanive të mëdha. Për shembull Amerika e dimë që ska një grup etnik amerikan, por janë bazuar mbi
njerëz imigrant. Edhe ato e quajnë vetëm immigrant nation, dhe me të vende të cilat kanë shkuar për një perspektivë më të mirë. Sot diku të 25% të vende të kompanive më të mëdha në Fortune 500 ose ato që janë kompanit 500 më të mira në botë, 25% amerikane. Dhe me thonë, janë nga CEOs, nga të filluara, nga imigrantë të cilat kanë shkuar në Amerikë dhe s'kan pas çfarë tumbin, kanë filluar një startup dhe në kompani më të mëdha. Sot ke afër 25% popullsisë janë si përmarrës. Dhe me thonë, ne vend ta marrim të lloj koncepti që jemi akoma komp i ri me moshë Maqedonie, ta forcojmë sipërmarrësinë, pa marrë parasysh se ku vjen ajo, ne merremi me çështje etnike. Dhe me thonë, edhe Amerika është investuesi më i madh në R&D, Research and Development, edhe në konceptin e STEM-it, dhe me thënë Science, Technology, Engineering and Math. Edhe produktiviteti i tyre është shumë i madh sepse ato nuk flasin dhe nuk bisedojnë për a përdoret anglisht apo s'përdoret anglisht. Ato shohin ato cilat janë karakteristikat më mëdha të zhvillimit. E para një është shërbimi, është sipërmarrësia edhe inovacioni dhe STEM-i, investimet në ato që the ti, dhe me dhënë në universitete që t'jepen para që ato të mund të fuqizohen, të utilizohen e talenti i tyre, edhe në fund ato të ngjen amerikan, jo të ngjen nga grupi etnik që kanë ardhur. Sepse ti sa më tepër më qenë kia, aq më tepër je integruar në ekonominë amerikane. Vetëm edhe një, do të cekja edhe për një shtet do të vijë interesant, Estoninë do ta cekja. Nuk ka diversitet etnik, nuk ka, edhe pse ka pak ruska, por ama çka bëni Estonia? Estonia përveç se ke bëni transformimin digital komplet të shtetit të tij, e bëni digitalizoi shtetin, Estonia e hapi diversitetin për të tjerë. Do të thonë sot ke mbi 300-400 mijë freelancera që punojnë në Estonia. Estonia është afër 2-3 milion, sa Maqedonia është një vend. Edhe është interesant se vetëm për ta cekur se në Estoni ka lindur Skype-i, edhe pse sot është më në histori ka shkuar, por ka qenë një ndër startupet më të suksesshme edhe është Bolti. Të cilën paramendoni një shtet i cili e ka hapur veten e vet për diversitete edhe etnike, sepse aty shkojnë rezidentë, ti mund të marrish në shtetësi elektronike, të konkurrosh dhe të jesh pjesë e asaj, do të thonë, kjo është një puna, se nuk importon njerëz ndoshta, por ka importuar shumë ide nga këto njerëz të cilët bin diversitet në Estoni. Edhe dy shembuj ku shqiptarët jetojnë, Gjermania dhe Zvicra. E para, Gjermania importon shumë imigrant, që nuk ka të bëjë kurrë me ne grupin etnik këtu, por importon imigrant për një arsye të veçantë sepse industria ose zhvillimi i tyre ekonomik është i bazuar mbi industritë të cilat kanë fuqi të madhe absolute të fuqisë punëtore. Industria automobilistike. Ato kanë një histori të madhe të industrive të cilat bazohen mbi produktivitet dhe prodhim, edhe prandaj ato u duhet diku afër 16 deri 17 milion njerëz, domethënë që ti mbushin këto vende pune. Pse? Sepse industritë e tyre kanë fuqi të madhe absorbuese të fuqisë punëtore dhe ato tankos kanë nevojë dhe kanë deficit të fuqisë punëtore. Dhe njerëzit shkojnë atje, jetojnë, veprojnë, e shpalosin profesionin e tyre dhe në fund kërkush nuk u pengon që të mund të shprehë edhe impaktin e diasporës se ke patjetër. Edhe impaktin e diasporës tonë, ma do flasim për Maqedonia. Zvicra bazohet mbi 3 grupe etnike, tash edhe 4 të janë imigrantët të cilët vinë atje, nuk njihet Zvicra nga sistemi bankar, as nga gjathi, as nga orët, njihet nga kapaciteti i absorbimit të këtyre etnive, grupeve etnike, të cilat fuqizojnë aq më tepër ekonominë, atje ku ka nevojë në industritë të caktuara, ndihmojnë imigrantët, në industritë të caktuara ndihmojnë popullatën pendase. Tani lidhim pak Maqedoninë. Pse diversiteti është edhe të përfundojmë? Diversiteti është i patjetërsueshëm për shkak se nëse nuk e përkrajmë diversitetin, krijohen ato që unë i quaj domethënë xhepa të korrupsionit. Edhe nëse ti i lën një grup etnik të jashtëm, ato quhen kartele. Pasi kartelet janë këqija për ekonominë sepse ato janë xhepa jo formal brenda një ekonomie të veçantë. Nëse ti nuk përfshin mua, atëherë unë do të gjej një mënyrë për të qenë jashtë sistemit, për të qenë jashtë ekonomisë formale dhe për ta utilizuar ose për ta vepruar ekonominë time apo familjes time në një mënyrë tjetër e cila nuk është lidhur me ekonominë formale. Domethënë, kjo edhe kështu kemi pas ne, domethënë ne akoma kemi kur vjen një kryeminist nga Strumica i merr këtë me vetë të Strumicës, ose kur vjen nga Tetova i merr Tetova, ose nga vjen nga Gostivaj i merr Gostivajt, edhe kjo pastaj krijon xhepa të cilat të karteleve, të cilat
e ndihmojnë apo e mbajnë peng zhvillimin ekonomik, sepse shumica e sipërmarrësve ose vendimmarrësve vijnë nga i vend të cilat e ka sipërmarrësia. Domethënë ne nuk guxojmë sot t'i lëmë asnjë grup etnik jashtë, sepse kjo mund të jetë kosto e madhe ekonomike, për shkak se këto njerëz mund të jenë jashtë ekonomisë formale, këto njerëz mund të jenë, domethënë, të migrojnë, mund të jenë brain drain, këto mund të jenë potenciali i madh i konflikteve sociale, kulturore, politike kështu me radhë. Ti vjen një kohë e cila thu unë ekonomi e vogël jam, edhe po ashtu, edhe me një grup etnik e cila është një treta, një katërta, një më e madhe pak sepse ka edhe Turqia dhe vende të tjera, edhe ke një ekonomi e cila është e bazuar mbi kartele, mbi xhepa jo formal dhe nuk ka zhvillim ekonomik. Ne hapëm këtë temë Visar, edhe mendoj se ende do duhet ta vazhdojmë. Jo, nuk them se do ta vazhdojmë emisionin e radhës, po patjetër e kemi ta vazhdojmë, por edhe më duket se kemi iniciuar një farë lloj debati për këtë temë, sepse kjo temë edhe shikohet te ne edhe pak si tabu. Në shoqërinë tonë, po edhe nga pala tjetër, mirë të hapim këtë temë dhe mirë të flasim për këtë temë në shoqërinë tonë. Unë përsëri ngjelja asaj se diversiteti është për ne si Maqedoni është aset kryesor për të rritur kapitalin. Do të thotë nëse dim ta menaxhojmë këtë punë, nëse ju japim hapësirë njerëzve dhe nëse dim ta bëjmë këtë punë Visar. Po edhe unë një fund do të them që diversiteti duhet njëherë për gjithmonë të konsiderohet si plus, si një sen, jo si mallkim. Sepse nëse konsiderohet si mallkim, atëherë nuk ke përtes përpara, por nëse konsiderohen si avantazh, si benefit, atëherë do mundohemi që ne grupet etnike më të mëdha të shohim se cili është modeli i ri ekonomik i cili do të çon përpara këtë shtet. Përndryshe, ne do mbytemi me çështje politike, edhe ne edhe të tjerë kemi për të humbur këtë shtet sepse imigracioni është i madh, sepse të rinë nuk shohin më asnjë lloj perspektive. Sepse që tërkush i gjuan kualitetin e jo, edhe e fundit fare sepse ky vend do plotësohet Bangladesh me indus me njerëz të cilët janë të varfër në vendet e veta e do vinë për një perspektivë më të ri, edhe atë nuk do të rëndësishme më a je shqiptar, a je maqedon, a je turk, a je vlla, po, më thënë, je nga vende të tjera edhe nuk do ketë asnjë lloj rëndësie sepse ekonomia do jetë e përplot me diversitet të gjysore të ndryshme. Okej, faleminderit shumë që na ndjekët. Visar, faleminderit për këto fjalë që i tha, dhe domethënë ne duhet ta vazhdojmë këtë debatin edhe tutje. Bashkë mund të marrim dhe misafir. Duhet patjetër, po, duhet edhe dini si, mund na edhe kështu mirë që mund të na shkruani. Frasin një Maqedon, çojmë një perspektivë e këtyre se si është shef. Duhet patjetër nëse mund të gjejmë, po edhe mirët na sugjerojnë. Do të thonë në kanalin tonë në YouTube, po edhe vetë neve të na shkruajnë personalisht, mund na shkruajnë, domethënë nëse sugjeron ose nëse dikush mendon se duhet të vije në emision dhe ta sqaron versionin e vet ose të tregoj për këtë pjesën edhe të diversitetit dhe për pjesën ekonomike, ju lutem na shkruani. Do të thonë ne do duam të ndëgjojmë edhe mendime të cilat janë pak më ndryshe ose mendime të cilat kanë një farë impakti tjetër mund të hapin në këtë emisionin ton, po edhe në shoqërinë. Faleminderit shumë që na ndjekët. Sociale mund shkruajmë po absolutisht temat të cilat i duan të ndëgjojnë. Të cilat nëse keni ndonjë sugjerim për në të ardhmen, ju lutem na shkruani. Faleminderit shumë që na ndjekët. Mirë u dëgjofshim. Pafshim.